Fakulteti i Mjekësisë në Universitetin Fehmi Agani në Xhakov, në bashkëpunim me Parlamentin Studentor dhe Këshillin Studentor, kanë mbajtur sot një panel diskutimi me temën rëndësia e skriningut prenatal dhe neonatal për diagnostikimin e hershëm të anomalive konxhenitale të zemrës. Profesor Dr. Ramush Beiqi, ligjëruesi i temës, u shpreh se vdekshmëria numër 1 në moshën neonatale në shtetet e zhvilluara janë sëmundjet e lindura të zemrës. Vdekshmëria numër 1 në moshën neonatale në shtetet e zhvilluara janë sëmundjet e lindura të zemrës. Prandaj, le t'i diagnostikoni, parashifni ecurinë e shtatzënsisë dhe e fundit është që janë të shpeshta. Ju shifni studime të ndryshme, të hershme, nuk ka marrë të reja dhe kjo ju obligon juve që të bëni trajnimin e stafit obstetrëve dhe kardiopediatrëve që të bëjnë një ekzaminim të hershëm, java 16-18, ideale kishme qenë 20, por duhet të keni kujdes se ligji ju kufizon kur gëzoni të ndërprerni shtatzënsinë. Dekani i Fakultetit të Mjekësisë, profesor Dr. Haxhi Kamberi, në fjalën e tij tha se llogaritet se 8 prej 1000 lindjeve janë me defekte konxhenitale. Defektet konxhenitale të zemrës përbën grupin më të madh dhe më të shpeshtë të anomalive të lindura dhe janë një nga shkaqet kryesore të morbiditetit dhe mortalitetit neonatal në nivel global. Diagnostifikimi i hershëm luan një rol shumë të rëndësishëm në përmirësimin e rezultateve klinike dhe në zvoglimin e komplikacioneve. Llogaritet se diku në 8 prej 1000 lindjeve lindin me defekte konxhenitale. Ndërkaq profesor Dr. Faton Hoxha pohoi se ndonse ka rënje të numrit të lindjeve, numri i anomalive konxhenitale mbetet i njëjtë. Ke ditur që numri i lindjeve në Kosovë është rreth 23-24.000 lindje në vit, e para 2 dekada ka qenë 20.000, kemi rënje të lindjeve, por numri i anomalive konxhenitale mbetet i njëjtë, që tha edhe dekani profesor Haxhiu që prej në 8, faktikisht në 1000 lindje munden me u zbulu rreth 8 spake, 8 raste faktikisht me anomali. Tutje profesor Dr. Faton Krasniqi tha se roli i skriningut është një rëndësie të jashtëzakonshme për identifikimin e anomalive të zemrës. Roli dhe rëndësia e skriningit prenatal dhe neonatal, domethënë është me interes të jashtëzakonshëm për këta fëmijë, në mënyrë të veçantë kur ginekologët obstetrët domethënë kanë dyshime për anomali, sidomos anomali komplekse të zemrës, domethënë krejt bota edhe profesor Dr. Ramush Beiqi domethënë i adreson që fëmijët mas mirë që kanë anomali komplekse të lindura të zemrës të lindin, ideale është të lindin në vendet ku mund të bëhet intervenimi menjëherë, domethënë në qendrat e specializuara për ndërhyrje intervente kardiokirurgjike pediatrike. Profesoresha Malvina Hoxha nga Universiteti Katolik Zoja e Këshillit të Mirë u shpreh se qëllimi i punës kërkimore tash 2 vite nuk ka qenë vetëm identifikimi i pacientëve me paralizë cerebrale infantile, por ndërgjegjësimi për ndihmën sociale që duhet ofruar. Qëllimi i këtij projekti nuk ka qenë vetëm identifikimi i këtyre pacientëve në Shqipëri dhe në Kosovë, por patjetër që ne të ndihmojmë përmes këtij projekti, të ndërgjegjësojmë edhe politik bërësit për sa i përket ndihmës që mund të japin, ndihmës sociale që mund të japin familjarëve dhe këtyre pacientëve që vuajnë nga paraliza cerebrale infantile. Doja t'ju përgëzoja për aktivitetin që keni organizuar. Tutje profesoresha Enkeleda Gjini po nga Universiteti Katolik Zoja e Këshillit të Mirë tha se Shqipëria vazhdon të ketë vdekshmëri foshnjore, sepse nuk ka diagnostikim të hershëm, sidomos të atyre që janë larg zonave urbane. Shqipëria edhe sidomos në vitet 90, por vazhdon akoma sot të ketë akoma vdekshmëri foshnjore, që është problem shumë i madh edhe për kombin, ose pse nuk ka një diagnostikim vërtet hershëm, ose pse qendrat urbane vendet rurale janë larg qendrave urbane, vazhdon të jetë akoma një problem për shumë familje shqiptare.
Të pranishmit e vlerësuan panelin e diskutimit, ndërkaq nga Parlamenti Studentor i Universitetit Fehmi Agani në Çakov, u nda mirënjohje për Universitetin Zoja e Këshillit të Mirë në kuadër të projektit 2 vjeçar kërkimor për pacientët me paralizë cerebrale infantile.